Përshëndetje. Jo, dakor. Për shkak të agjendës së ngjeshur, sigurisht që edhe kohët e konferencave ndryshojnë. Sot fjala për kryetarin e Partisë Demokratike. Siç e shifni, ka shpërthyer një entuziazëm që Shqipëria nuk e ka njohur prej dekadash. Një entuziazëm i fuqishëm. Keni përballë dy fushata. Njëra fushate elektrizuar e qytetarëve të lirë, tjetra fushat e njerëzve të detyruar, e rrogtarëve të detyruar të ndigjojnë nofta çdo gjë që s'do dolin ta ndigjonin. Nga një njeri që ka humbur çdo logjik, çdo standard etik dhe kalon nga një banalitet në një banalitet tjetër. Kjo është e vërteta. Kurse fushata e aleancës për Shqipërinë madhështore është në madhështinë e njerëzve të lirë. Aty mblidhen, mbajnë fjalime, diskutojnë njerëz të lirë. Ajo çka është problematike, censura e egër e mediave ndaj opozicës për hatër të qeverisë, pra censur e diktuar nga qeveria. Studiot e debateve kanë anulluar një sëri debatesh me pretekstin se kandidat të Partisë Socialiste nuk vinë. Ky është në nënshtrim i pa konceptueshëm i mediave të lira ndaj diktatit të Edi Ramës dhe ekipit të inkriminuar, që nuk mund të dalë në dritën e diellit, pra në studion televizive, për shkak të bagazhit të tmerrshëm që ka, lidhje me krimin, vjedhjet e tjera me radhë. Por ajo që unë konstatoj me dhimbje të madhe në nënshtrimin e plot të haptë të mediave ndaj diktatit të qeverisë. Cila është thirrja ime? Thirrja ime është që mediat mos mbyllin debatet e tyre, por t'i zhvillojnë ato me gazetar dhe përfaqësues të opozicës, e cila ka vullnetin dhe dëshirën t'u përgjigjet ftesave të mediave. Në këtë mënyrë, mediat të cilat po i shikon gjithë bota, mos harrojnë këtë, janë projektorët e të gjithë botës të drejtuar për tyre. Sytë e botës janë drejtuar mediat shqiptare dhe në këtë fushat. Ju garantoj se kjo fushat ka shkallën e vëzhgimit më të lartë ndonjëherë. Ndaj dhe për të qëndruar si pushtet të themi i pavarur, ju ftoj që të vazhdojnë debatet në studiot televizive me përfaqësues të opozicës që kanë dëshirë të vinë,
dhe gazetarët pavarur për të bërë transparent para publiku shqiptar programin e tyre. Sfundi, ju bëj thirrje shqiptarëve të besojnë vetëm zemrave të tyre, mendjeve të tyre, dhe asnjë ndikim nga asnjë përpjekje primitive për të manipuluar opinionin publik. Edi Rama po rrokulliset. Kjo është e vërteta dhe për të lexuar rezultatin e këtyre zgjedhjeve mjafton të shohësh ekuilibrat e Edi Ramës. Mjafton të shohësh ekuilibrat e Edi Ramës. I aft të shkel çdo ligj dhe të bëj çdo gjë për vot, por i pa shpresë nga verdikti i shqiptarëve. Këto kisha unë për sot, pas një turi të jashtëzakonshëm siç e keni pa vetë, pas një pritje fantastike, kudo që kam shkuar. Kurse, thash dhe një ana tjetër, ka patur rrogtar, njerëz jo të lirë, të marrë me detyrim nga Tirana dhe qarqet tjera si figurina. Kaq kisha. Kalojmë te pyetjet. Zoti Berisha, ditën e djeshme, zoti Rama ju kërkoi të rinjve që të futen në Google dhe të shohin fotot e tij nudo. Ndërsa ditën e sotme deklaroi se në atë takim nuk ishte fëmijë, edhe pse duket nga pamjet që ka patur 9-18 vjeç. Si e komentoni ju gjuhën e përdorur nga zoti Rama dhe justifikimin e ditës së sotme nga ana e tij se në atë takim nuk ka patur fëmijë? Do të preferoja që vlerësimin individual t'jalia çdo nëne shqiptare, se sa do donte ajo që kryeministri i vendit t'i servir fëmijës saj nuditetin e tij dhe ish bashkëshortes. Do doja që çdo grua t'i shtronte pyetjes vetes sa do donte ajo që burri i saj t'i servirte publikut lakuriqësinë e saj me të në plazh. Do doja që çdo mësuese të pyeste veten çfarë përbën kjo për nxënësit e saj, kur një kryeministër del me motor nudo për votë, për vota, duke shfrytzuar jashtë çdo lloj kodi etik dhe moral detyrën. Do doja që çdo shqiptar ta vlerësonte vetë këtë
kurse në ligjin shqiptar dhe ndërkombëtar kjo është absolutisht e dënueshme. Vërtet kjo mund të marrësh disa klikime nga këtë kuriozitetit, po kjo është rreptësisht e ndaluar në ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar. Jo vetëm për faktin se të kisha aty një audiencë fëmish, por isha para kamerave, dhe sikur dhe në kuzhinën e tij me 4 mure ta bënte këtë premtim i vetëm para kamerave, ai është përgjegjës për qindra mijëra fëmijë të cilët do të mbetet mendje se çfarë është i aftë të bëjë ky njeri. Çfarë është i aftë të bëjë ky njeri? Në shkallë mund të degradoj dhe të degeneroj fushatën për vota. Po e them këtu prap, në ligj kombëtar dhe ndërkombëtar, ata që kanë kryer akte të tilla janë përjashtuar nga gara zgjedhore dhe janë ndëshkuar me ligj. Një propagandë e tillë është e tmeshme. S'mund të nxjerrësh në pazar ti nuditetin të lakurisin të ndëkur, sepse ka një kod etik moral shoqëria njerëzore. Zoti Berisha, kam edhe një pyetje tjetër se takon gjuhës përdorur nga zoti Rama ditën e sotme. Ai ka thënë kështu: të zgjidhësh midis Bashkimit Evropian dhe Kënetës, Kënetën domethënë nuk je mirë, politikisht je autik, si e mirë. Si ju duket termi politikisht je autik i përdorur nga zoti Rama sot në Gjirokastër? Faleminderit. Për çmimin ndaj fëmijëve të rriturve, po fëmijëve, me qenë se ky çrregullim është kryesisht i fëmijëve. Tani është zbuluar prej kohësh edhe tek të rriturit, por është kryesisht i fëmijëve. E kanë patur Adolf Hitleri, edhe ai me një dekret i fuste në krematorium fëmijët me defekte. E ka patur Enver Hoxha për qëllime klasore, e ka patur diktatori Bokaso. Dhe ky është një super skandal. Të përdorish ti një çrregullim prapa të cilit qëndron një heroizëm i jashtëzakonshëm i fëmijëve dhe prindërve. Në qoftë se ka një çrregullim ku një nën është më heroin se çdo nën tjetër me përpjekjen e saj, është nëna e një fëmije me këtë çrregullim dhe fëmija vetë. Dhe fëmija vetë që në jo pak raste do t'i kap fjalët një nga një. T'i përvetsoj fjalët një nga një. Dhe ky del me këtë frazë duke tregon se nuk është turp të quhet prind ky. Është turp të quhet bashkëshort ky. Është turp të quhet baba ky. Me këtë fjalë që thot për këta fëmijë
heroj janë ata, them, dhe arri. Ata bënë përpjekje mbi njerëzore dhe arrin shkollohen. Po rruga e tyre është një rrugë e vështirë. Këta gjeti ky për të etiketuar. Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Folët në këtë konferencë në lidhje me censurën, e ashtu quajtur censurë që janë duke u bërë televizionet. Nga monitorimi i ditës së fundit, zoti Berisha, pothuaj se të gjitha televizionet, se i pash tani shpejt në minutazhe, janë të gjitha të balancuara, madje shumica prej tyre kandidatët e Partisë Demokratike i kanë në intervale minutash më të larta. Pra, a mund ta specifikoni pak censurën sepse Kombëtaret. Mediat kombëtare, ke drejt, shumë dakord. Faleminderit, po. E kam fjalë për mediat kombëtare, e kam thënë gjithnjë, se nuk them për gjitha mediat, kombëtare të kam. Dhe pyetja e dytë, në fushatën presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Bidenin të vetët në fakt dhe mediat amerikane për hir të së vërtetës e kanë marrë si lajm kryesor për javë të tëra për shkak të moshës së tij kur që është duke pretenduar për të bërë president në një moshë të thyer. Zoti Berisha, a e keni vërejtur në këtë fushatë në një moment që mosha juaj mund të jetë ndikim në këtë fushatë elektorale, por edhe në zgjedhjet e 11 majit? Faleminderit. Tani, faleminderit për pyetjen. Personalisht, unë e kam ftuar Edi Ramën dhe e ftoj në çdo kohë, në çdo studio që të zgjedh ai dhe në çdo shesh publik, të ballafaqohemi pak. Dhe të shoh se kush ka sheja të senilitetit, të rrjedhjes, dhe të vitja u tregojmë shqiptarëve. Një, kjo. E dyta, thash, besoj se kjo është gjëja më serioze që unë mund të përgjegjësisë time para qytetarëve. Pastaj, lidhur me moshën, të them të vërtetën, unë e konsideroj avantazh. Pse? Sepse rikthimi im nuk ka absolutisht në bazë ambicje për karrige, ambicje për para, ambicje për luks. Nuk del njeri të thotë se unë këto i kam patur edhe në moshë tjerë, edhe në një. Jo, tani as pak. Çfarë më mbetet mua nga mosha tani? Më mbetet eksperienca e çmuar. Po. Sot unë paraqes një program para shqiptarëve me terma konkrete, siç keni konstatuar dhe ju. Por eksperienca ime qeverisëse më lejon mua të parashikoj me vërtetësi të madhe realizimin e këtij programi. Eksperienca ime më lejon mua realizimin me shpejtësi të këtij programi. 100 ditët e para do t'jenë 100 ditët e transformimit të Shqipërisë. Pak të eksperiencë të garantoj që nuk do mund të premtoja. Jo. Eksperienca ime ka legasi, ka trashëgimin e vetë. Pra, në qoftë se them, do vendos
minimum jetik 200 euro, dhe do bëj këtë sepse do kthej parat qytetarëve. Unë e kam bërë këtë. Kam difishuar rrogat. Kam difishuar rrogat e të gjithë administratës dhe kam difishuar pensionet minimale, kam rrit me 60% pensionet mesatare, kam rrit me 40% pensionet maksimale. Pra, unë nuk eci në një rrugë të pashkelur. Nuk eci drejt të panjohures, për kundrazi, drejt një njohure që do ta bëj edhe shumë më të mirë tani. E kam patur pikun të, ta thëmë vërtetën ty. Unë, në vitin 2013, kur bëm studimin dhe dolën 15.000 familje shqiptare në varfëri ekstreme, një vendim i prerë do nxirresh nga varfëria ekstreme. Dhe për të dalë në mënyrë eficiente, transparente, u bë digitalizimi i tyre. Nuk fitova zgjedhjet, por sot ata janë pesëfishuar. Më shumë më tepër, sepse kanë rënë në këtë kategori dhe pensionistet, këtu është problemi. Nuk janë më vetëm familjet. Në atë kohë pensionistët nuk ishin në këtë kategori. Si një standard tjetër. Tani me minimum jetik ne transformojmë, ne zhdukim varfërinë ekstreme. E zhdukim. Tani eksperienca më lejon mua të di me saktësi se sa është fatura. Eksperienca më lejon mua të më sinqerë të vendos me shpejtësi modelin me të cilin unë do e realizoj këto. Po t'jap një shembull. Çdo vit, gjatë periudhës qeveri, ndaj fondi për rrogat dhe pensionet. Ai ishte i paralajmëruar që do rriten kaq sepse ishte objektiv. Por tani sillej buxheti tjetër. Buxheti tjetër në fazë paraprake kishte të parashikuar asnjëherë më shumë se 50 milion euro për rrugët. Por projekti im ishte asnjëherë më pak se 500 milion. Këtu ishte. Dhe çfarë ndodhte? Atëherë, pjesa e buxhetit që mbetej pasi u kthehesh qytetarëve në rroga dhe pensione, nisi edhe një nga e para. Ribëhej nga ministra, po dhe edhe nga unë vetë, kemi sinqert, pa diskutim, dhe arrinte në jo më pak se 500 milion euro buxhet për rrugë. Kjo bëri që në qofse në 8 vite të ndërtohen 100 kilometra rrugë autostrada, dhe rrugë, autostrada, 27 metra gjëra, në 12 vite as 1 kilometër autostradë me buxhet të shtetit. As 1 kilometër e vetë me autostradë me buxhet të shtetit. Bypassi i Fierit është lënë në gjysmë. Nuk është vepër e tyre. Është vepër e qeverisë më pashme me financim me projekte me çdo gjë. Edhe gjysmë janë ndërtuar. Pra, këta më fal, jo asnjë se e ashtu. Ka ndërtuar 1 kilometër rrugë tek për te Elbasanit, Elbasani Brasht, po. Aty është kaq. Kanë 1 kilometër rrugë Elbasani Brasht kundrejt 100 kilometra autostradë
pa llogarisë superstratat. Sepse vijej buxheti dhe u thuaj tani 500 milion do jenë rrugët. Kështu që ajo eksperiencë më shërben shumë shumë. Pyetje tjera? Përveç tjerash për ta mbyllë këtë histori. Tani, njerëzit me shumë të drejtë, presin që të kenë lider të ri, tjenë të ri, tjenë kështu, tjenë ashtu. Vetëm një gjë. Uzus të plura do të cebit. Eksperienca të mëson shumë, thot Latini. Unë nuk do të them kësaj herë eksperienca, po historia. Historia plura do të cebit. Në kuptim në asaj që po të rikthesh këti vendit damet më të dhaja, ban ata që ishin të ri. Enver Hoxha, Edi Rama, ata që s'kishin eksperienca. Erdhen. Kjo është e vërtetë. Tani, shif këta, qarë bajnë këta që i fusin në qerë familjarët e vetë për të mute. Thuj tani. Ose të thot që i ri thot, jem antisistemu. Antisistemi, dish do thot? Do thot anarkist. Po, nuk mund të them se anarkist është antisistem. Nuk ka, ekziston, është e njohur. Anarkist është antisistem. Pasaj tjetër, jo, është patrisë e qeverisë. Na edhe unë sot nuk e ke vëreti që unë se kam paraqit do njërë moshën si privilegj. Por sot u detyrova të bëj disa shpjegime. Kjo është historia moshësime. Zoti Berisha, kryeministri ironizoi sërish sot drejtuesin tuaj të fushatës Krisla Sivita. Kanë paguar lekët e dynjas. Magjistari kishte kandidat atje në Amerikë, po këtu kë ka? Pyet kryeministri. Magjistari kishte një kandidat në Amerikë, po këtu kë ka? Pyet kryeministri për Krisla Sivita. Tani e vërteta është që makthi i tij është pikërisht Krisla Sivita. Unë ja u thash. Atë gjumi nuk e se. A i shkallmoj komplet pas të faqës së Kris në kratë Sali Berishës. Me Kris dhe gjithë ekipin e tij. Jemi në lidhje non-stop, këtu dhe online, të dyja. Këtu dhe online. Ndaj dhe i thuaj mos i qaj halët kalorësit se i varen kënd. Çfarë ti thushat? Kaq. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt për Partinë Demokratike dhe për shumë eksponentë të kësaj force politike, Belinda Balluku është cilësuar e paprekshme edhe nga sistemi i drejtësisë. Ditën e sotme është publikuar një lajm që SPA ka nisur hetimet për tunelin e Llogoras. A keni një koment? Osman, se çfarë përfaqëson ajo në historinë e këtij vendi, mendoj se përfaqëson një nga figurat më të zeza të korrupsionit në tërë ekzistencën e Shqipërisë. Do t'ja vetëm një shembull. Djegësi i Tiranës, mos harroni kur, se 130 milion euro 130 milion euro shkuan në gjykat për dënime qesharake nga skapi i djegësit Tiranës. Prit. Po djegësit Tiranës u dënuan 2-3 drejtorë sa ishin ata, të cilët kishin firmos
dhe nuk kam asnjë kundërshtim, kanë përgjegjësi për firmat që kanë vu. Por prit. Nga momenti i firmës tyre, në qoftë se njësia e mbikëqyrjes së punimeve të djegësit e Tiranës do të kryen të detyrën ligjore që varej direkt nga Lubi Balluku, që gjendej në ministrinë e saj si autoritet mbikëqyrës kryesor, kontraktues, sepse ishte transferuar, e ke parasysh, ishte transferuar autoriteti kontraktues, pra që asnjëri nga këta 3 persona të mos mbaj asnjë përgjegjësi ligjore, që kishte detyrë që çdo muaj të mbikëqyrte dhe të raportonte për ndërtimin, fazën e curinë e punimeve. Ç'a ndodh këtu? Në asnjë mënyrë skapi nuk i mirte dot këta, se po të mirte këta do ose do bëheshin të burgosur me para, me të paguar, të burgosur të paguar, do paguan të Belinda kaq milion, ose do të regonin se nuk na ka leju Belinda për të bërë mbikëqyrje, dhe se parat janë dhanë për arsye se i ka marrë Belinda, minimumit, themi. Unë them se ka marrë Belinda parat i ka marrë Rama, por Belinda dorën se nuk e vë, por Belinda duke ditë që parat i mirë të Rama me Erion Velin një pjesë, ajo heshte. Se kjo jo 1 herë 2 herë, jo 1 muaj 2 muaj, po 5 vite me radhë. Kështu që ai tuneli i Llogaras Osman është si punë e Nestiangonit. Është si punë e Nestiangonit, apo jo? Se ja ko ke, donë ti, urdo, ke njësinë e mbikëqyrjes. Do të raportonte të këti çdo muaj. Aty, si puna, thash, nuk është tamam si Nesti. Se dhe aty dore e Ramës është 100%. Se pazari u bën në Ankara. është bën në Ankara pazari. Kompania ishte e dytë me 130 milion euro, kompania tjetër me 180, dhe tani janë nga 50 milion euro, se po shkon 230, po shkon 230, dhe pristi ju, se prapë se këta janë të pa imagjinueshëm. Isha djenë Kuks, e morë t'ju vesh punë në urës, histori turpi. Unë ju e shiftit që ura mbyllej, ura hape, dhe unë pysa shnote me urën. Shnote me urën. Bëheshin poezi për harqet e hekurat, se janë aq, janë kaq. Minë. Tani që ishte ura? Qka s'jel ura? Ura. E pa imagjinueshme. Për të hyrë Kuks, tani duhet shkosh për shkak të urës, të dalish këte e të vish ka mbrapa. Histori të turpi, urdho, aty ka qenë tunel. Projekt ka qenë tunel aty. Pra, edhe këta, ura, duket se dhe me Daulle e inaugurun urën, po si jëty Belinda me gjingla, me mingla, duke u tunë dhe shkun aty, am ta, po jo, të gjithë ta, po kjo e vërtet, am ta. Ku shkoj mu, për nuk e mirja vesh. Ku shkova unë, e cecë mrapa, po staj, këthe që të futësh në Kuks. Të gjithë gjë po bëjnë të tuneli, edhe tuneli kanë bërë një gafë tjetër, të tillë, po përviqen tani. Po e në para të gjitha këto. Urdho. Ljubia
i ka dosjet më trana shumë serion Veliaj, themu ty, pse, jo se t'jemi realist, ajo ka disponuar 12 miliard euro, ajo 5, ajo ka disponuar 5 miliard euro. Zote Berisha, Andon Kello, nga ABC News, kam një pyetje, ju jeni shumë i shqetësuar për shitblerjen e votës në këto zgjedhje, por ka një rast i cili duket i çuditshëm, një kandidate e Partisë Demokratike, e cila ka dhe post në Selim Blu, avokatja Adriana Kalaja, ka hapur një thirrje në rrjetet sociale ku i ofron mbështetësve nga 200 deri në 1000 euro. A është ky një rast i hapur i shitblerjes së votës? Është një keq kuptim, jo shitblerje vote. Ajo njerëzit, si që kam kuptuar unë, me gjithata e ka heq statusin. Pikërisht se krijon një keq kuptim. Krijon një keq kuptim. Statusin ajo e ka heq. Ajo ka patur fjalën për antarët e stafit saj. Siç e kam kuptuar unë. Cili nga antarët e stafit do punoj më shumë, do ketë të shpërbim. Por, ai status është hequr. Pikërisht sepse kanë menduar që ka krijuar një keq kuptim. Faleminderit.